Gjatë këtyre ditëve të nderuar, përmenden tekbiret, të cilat mund të thuhen në disa forma, por ajo që është më e njohura është të themi Allahu Akbar, nga 2 herë apo nga 3 herë, Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, ku e përfshim edhe tekbirin, edhe tehlilin, edhe tahmidin, falënderimin ndaj Allahut te bareke ve taala. Pra ky dhikr i veçantë përmendet gjatë gjithë këtyre ditëve në përgjithësi, por në veçanti përmendet prej ditës së Arafatit, mëngjesin, namazin e sabahut, deri ditën e 4 të Kurban Bayramit, përmendet pas çdo namazi farz në këtë formë. Prandaj ata që shkojnë në xhami e përmendin së bashku me imamin, muezinin dhe xhamatin në përgjithësi. Por edhe kur falemi vet, duhet të themi pra Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallahu akbar, walillahil hamd. Pas çdo namazi prej ditës së 9 të Dhulhijhes, pra ditës së Arafatit dhe 4 ditët e Bayramit në vazhdim deri në namazin e Kindis të ditës së 4 të Bayramit.